Në qytetin iranian të Mashhadit, qindra qytetar u mblodhën në prag të ceremonisë së varrimit të liderit suprem Ali Khamenei, duke shprehur vendosmërinë për të mos ju dorëzuar presioneve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Reagimet erdhën pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se marrëveshja me Iranin kishte përfunduar, një qëndrim që ka arritur edhe më shumë tensionet mes dy vendeve. Banorët e Mashhadit thanë se Irani nuk do të gjunjëzohet përballë kërcënimeve. Ata u shprehën se do të ndjekin rrugën e liderit të tyre dhe nuk do të pranojnë të dorëzohen, pavarësisht presioneve. Disa prej tyre deklaruan se janë të gatshëm të sakrifikojnë edhe jetën për mbrojtjen e vendit, duke theksuar se nuk do të lejojnë humbjen e asnjë pjese të territorit iranian. Qytetarët kritikuan gjithashtu presidentin amerikan Donald Trump, duke e cilësuar si të paparashikueshëm dhe duke thënë se deklaratat e tij ndryshojnë sipas interesave politike. Disa kërkuan edhe hakmarrje për vrasjen e liderit suprem, duke insistuar se përgjegjësit duhet të mbajnë përgjegjësi. Ceremonia e varrimit të Ali Khameneit do të zhvillohet të njëjtën në Mashhad, pranë mauzoleumit të Imam Rezës, një prej vendeve më të shenjta për besimtarët musliman shiit. Khamenei u vra më 28 shkurt, në ditën e parë të sulmeve ajrore të Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara kundër Iranit. Ai ishte 86 vjeç dhe kishte drejtuar Republikën Islamike për gati 4 dekada. Gjatë javës së fundit, në disa qytete iraniane janë zhvilluar ceremoni masive përkujtimore, ndërsa autoritetet e vendit kanë premtuar se do t'i përgjigjen ashpër çdo sulmi kundër Iranit.